për këtë iftar, për iftarin e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, ku kjo shoqat për 30 ditë ka shtruar iftar për gjithë qytetarët që kanë pas nevojë pra nga kushtet ekonomike që nuk janë edhe shumë mirë, pra ky iftar është shtruar pikërisht për ata. E pikërisht për këtë shoqat jam këtu me kryetarin e Esnafit, Variz Xhelani, me cilin do diskutoj më shumë rreth shoqatës edhe si kaloi ky muaj i Ramazanit. Variz, përshëndetje dhe faleminderit që gjete kohë. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe juve. Si kaloi ky Ramazan? Keni shtruar iftar për çdo ditë të muajit të Ramazanit, si shkoi i gjithë ky muaj? Po, edhe ju ishit bashkë me neve hapëm sot iftarin e fundit të këtij muaji. 3 vitet e fundit, edhe këtë vit që shtrum këtë iftar, tani më u bë tradicionalisht, ku falë sponsorëve, donatorëve, i kemi shtruar iftarin çdo ditë deri 150 persona, që kanë pasur nevojë të hapin iftarin në çadrën tonë, edhe mjaft bukur ka shku, edhe sot ishte pak një ditë më emocionalisht, masi ishte dita e fundit, u përshëndetëm me ata mysafirë të cilët çdo ditë ishin gati në çadrën tonë, edhe tashmë jemi të pritë edhe Bajramin. Sa është e nevojshme për gjithë ata qytetarë të cilët, le themi, nuk janë mirë me financat, hyrat që ka nevojë, pra sa është e rëndësishme ky iftar për 30 ditë të largohet si barr nga familje të ndryshme? Po falë njerëzve vullnet mirë, edhe shumë shoqata bëmirëse dhe humanitare kemi në Kosovë, po ashtu edhe në qytetin e Prizrenit, të cilët janë të mundu maksimalisht të trokasin çdo dyer në këto ditë të shenjta. Edhe ne si Esnaf, 3 vitet e fundit jemi të organizu këtë organizim, edhe dita ditës po e shohim që është shumë e kuptimt edhe shumë e nevojshme, edhe vitin tjetër shpresojmë që do të bëjmë një organizim pak më të gjanë, sepse ka pasur nevojë ma shumë edhe këtë vit që kemi organizuar. I përmendë sponsorat, sa është e vështirë me gjetë sponsora për organizime të tilla, kur janë të përvjetshme, kujtohet? Po, ne nuk kemi bën ndonjë njoftim, sponsorat vetë janë paraqit në këtë organizim që kemi realizuar, edhe kjo është një mesazh i qartë që është të bën një punë të mirë, edhe qytetarët shqiptarët, qytetarët tonë të Prizrenit janë shumë zemërgjër. Ajo u ka vrejt edhe në ditët të vështira që është bërë jo vetëm në Prizren, Kosovë, por edhe jashtë asaj, edhe për këtë arsye nuk kemi pasur vështirësi të gjejmë sponsora, edhe pse pedini nuk ishte vetëm organizim një ditor, por ishte gjatë tërë muajit të Ramazanit, prej ditës parë deri më sot. A ka pas interesim shumë të madh nga familjet të cilat janë paraqitur në tendën që e pam edhe ne atje? Po çdo ditë, si thash edhe më herët, dikun afër 150 persona kanë pasur mundësi të hapin iftarin në çadrën tonë, edhe kalimtar, edhe njerëz që të huaj që janë ardhur prej vendeve të ndryshme kanë pasur mundësinë të jemi bashkë. Po, si thash edhe më herët, vitin tjetër shpresojmë që të rrisim pak këtë çadër, edhe të vazhdon ky organizim, ky solidarizim edhe në vitet në vijim. Për krejt për fund, cili do të jetë synimi për vitin e ardhshëm? A do të rritet numri 150 deri sa do shkoj? Po qysh po shihet prej interesimit edhe prej sponsorëve, donatorëve, ka nevojë të rritet, edhe besoj që do të rritet sipas mundësive edhe sipas nevojtarëve që janë aktualisht në qytetin tonë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve, edhe përmes televizionit juaj, derisa t'ju uroj festën e Fitër Bajramit, edhe të festofshim sa më shumë ditët të mira në qytetin tonë, në Republikën